Dentistët nuk e tregojnë këtë sekret, si të ndaloni dhimbjet e dhëmbit me këtë recetë. Shumica e njerëzve që janë të prekur nga prishja e dhëmbëve kanë dhimbje shqetësuese gjatë natës. Bakteret në gojë që ushqehen nga sheqerna dhe ushqimet që hani prodhojnë acide që gërryejnë smaltin dhe prishin dhëmbët. Në këtë video do ju paraqesim disa mënyra si të qetësoni dhimbjet e dhëmbit në mënyrë natyrale gjatë natës, derisa të merrni trajtimin e specializuar të nesërmen. Ujë ngrohtë me krip. Në një gotë me ujë të ngrohtë në një lugë gjë dhe krip. Uji i ngrohtë do të reduktojë entjen dhe inflamacionin që mund të shkaktohet nga dhimbja e dhëmbit. Përdoreni në formë gargare. Ujë me krip dhe piper. Përzieni një lugë çaji krip me një lugë çaji piper dhe pak ujë. Bëni një pastë me këtë përbërje dhe fërkoni dhëmbin. Karafili. Vendosni një copë karafil në vendin ku keni dhimbje. Gjithashtu bëni ujë të ngrohtë me karafil dhe shplani gojën her pas here. Kjo do të jetë një mundësi lehtësuese derisa të merrni trajtimin e specializuar.